me të njëjtën strukturë organizative, të themi një grup mbështetësis cilët themi ishin më aktiv se tjerë, cilët hodhën molotovët edhe më pas fishek zjarët nga një numër më i madh mbështetësish. Skena zjati më pak se herën e kaluar. Zoti Berisha u largua drejt selisë së Partisë Demokratike, ndërkohë më pas kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi të roqë protestuesit nga dera e kryeministrisë, më pas ata shkuan drejt kuvendit, ndoshta i kemi dhe pamjet me dron të çruar nga ekipi ynë i Flight Team para parlamentit, aty ku u pan pra momentet e përplasjes dhe të goditjes, ndoshta regjia na ndihmon me pamjet. I shikojmë dhe pamjet pra që vinë nga droni ABC News. Shikojmë pra një numër të vogël protestuesit, po sigurisht një zhurmë e madhe, ndoshta u hodhën më shumë molotov se sa herën e fundit përballë kuvendit. Duket që ndoshta i kemi edhe pamjet, një operator duket se është goditur nga molotovët, ndoshta i kemi pamjet, ne i transmetuam ato live, ndoshta regjia na ndihmon që t'i gjem ato pamjet një personi që u pa me flak, po më pas konfirmohet edhe nga kolegët gazetarë që bëhet fjalë pra për një nga kameraman të televizioneve shqiptare që është përfshirë një moment nga flakët e molotovit dhe të shikojmë se çfarë gjëndi. Ndërkohë kemi njoftimet e para për një polici i cili është plagosur përballë numri më thon kolegu Flogert Muça, cilin e kam këtu në studio, ka shkuar në 4. Ndërkohë nga të paktën pash nga televizioni Syri që njoftonte për një protestues të lënduar, por sigurisht që temi ka patur edhe reagime nga Taolan Balla, i cili e ka quajtur sulmin ndaj policisë si sulm kundër shtetit. I shikojmë dhe pamjet me dron, pamje shumë të bukura për fat keq dramatike dhe të pakëndshme të përballjes një grupi protestuesish që godasin policin drejt për drejt. Pra i shikoni pamjet që nuk janë pamje që hidhen në ajër, pamje që i goditen forcat e policisë që rrethojnë parlamentin, ndërkohë përballë kryeministisë ishte një skenë ngjashme por shumë e shkurtër dhe pamja para parlamentit ishte temi pak më agresive. Shikojmë dhe flakën që ka rënë aty, shikoni diku në krahun e majt. Nga pamje që kemi transmetuar pak më herët, u duk sikur edhe një person temi u përfshi nga flakët dhe ajo që po më konfirmohet është që bëhet fjalë për një kameraman, për një kolegun ton. Nuk dim nëse ka lëndime apo jo, por pamjet janë këto që shikoni. Janë pamjet përsëritura, duhet të thënë. Janë pamje që nisën të përfunduan një protestë, e cila u duk sikur kishte një tjetër vokacion kësaj radhe, pasi ju tash folën fytyrat më të moderuara të Partisë Demokratike, ndërkohë që të tjerët të hershtën. Por një miting i cili përfundoi sigurisht në të njëjtën mënyrë, ndërkohë që tani do të shikoni dhe pamjen se si një për kolegëve tanë është përfshirë nga flakët e molotovit. Kam një foto, shpresoj pamjet ti transmetuam live, po sigurisht kemi pasur shumë pamje. Këto janë pamjet e molotovit, ndërkohë një foto që do shikoni tani është foto e kolegu tonë, i cili një moment caktuar është përfshirë nga flakët dhe më pas është shoqëruar nga njerëz tjerë dhe paktën deri tani nuk kemi njoftime për një lëndim të rëndë të tij, shpresojmë që mos jetë kështu. Por kjo ka qenë në situatën. Me mua në studio po nis nga Flogert Muça, po i mbrëmë Flogert, nga Ergys Mutliri, më mbrëmë Ergys, Orland Beko, më mbrëmë Orland dhe nga Martin Lega. Atëherë Ergys, Flogert, po e nis me ty që ti je më i angazhuar nga pamja e profesionit, cilat janë dhe dënat më të fundit nga lëndimet mes policisë dhe protestuesve? Atëherë, informacioni fundi që vjen nga policia e shtetit bën me dije se numri i policëve të dëmtuar nga molotovi është 2 dhe gjatë gjithë tubimit janë dëmtuar 6 punonjës policie me molotov, sende të forta dhe mjete të tjera, fishek zjarre, tjera me radhë. Nga ana tjetër edhe një operator, siç ju e thatë, është përfshirë nga flakët. Ja, shikojmë dhe pamjen, ne e dham live, ishte pamje që ne e dham live, por kjo është fotografia e momentit kur këmbët e tij janë përfshirë nga... Janë kolegët gazetarë dhe forcat e policisë që tentojnë ta shuajnë zjarrin. Por nga ana tjetër,
Ajo që po shija tani, ju a dërgova dhe ju vendoshta për regjinë, është një survejim se si në fakt është dirigjuar dhe është urdhëruar e gjithë skuadra e piromanëve, nëse mund ta themi kështu. Është një punë e mirë e disa kolegëve të mi që e kanë ndjekur me shumë kujdes dhe e kanë përmbledhur në 40 sekonda në fakt se si është Ja, ta shikojmë, bëjmë pamet live, në kohë që shikojmë disa protestues janë kthyer sërish para selis kuvendit, në kohë pas pak do kemi mundësi të shikojmë videon që ti sapo na solla. Duket që ka padur një me karvanin e njerëzve që shoqëronin doktor Berishën, në fakt ishte si trupa se nuk mund të themi atyre që do ishin atentatorë, se nuk bën një atentat, por janë grupi zjarrit, nëse mund ta themi kështu. Grupi më aktiv i protestuesve. Grupi më aktiv, të cilët kanë shkuar së bashku me doktorin më korrekte politikisht. Po, është grupi zjarrit, sepse zjarr kanë ndezur aty, molotov, flakadan e kështu me radhë. Deri tani jemi në këto informacione dhe ai që është lajmi mirë është që asnjë nga policët, efektivet e policisë apo edhe operatorin fjalë, nuk ka dëmtime që mund të jenë të rrezikshme për jetën apo me pasoja afatgjata që mund të kenë dëmtime të përhershme gjymtyrësh apo. Mirë, Flokër, edhe prapë vazhdo me ty protestë e cila ishte e ngjashme deri diku në fundin e saj, po fillimi nisi ndryshe. Pra, foli Gjekmarkaj, foli Kalaja, foli Ali Mehmeti, po flas figurat politike, pasi pati dhe temi njerëz tjerë që qytetarë tjerë që folën. Po le temi ishte një protestë e cila deri diku i bënte pak jahon edhe qëndrimeve të Berishës edhe sot dhe dje dhe pardje, pra foli me një ton tjetër, foli për një protestë europiane, pro integrimit, Rama armiku integrimit, do përjashtojmë nga procesi negociatave tjerë. Pra, po fundi protestës, fundi ishte njëjtë. Jo, dështimi nuk ishte për nga narrativa, ishte për nga organizimi dhe pjesëmarrja. Pra, që është e vërteta, protesta e shkuar ishte një protestë... Po i kemi edhe pamjet nga protesta e sotme, nëse mundet regjia, pamjet nga momenti kur flisë zoti Berisha, pra që është kulmi një proteste të Partisë Demokratike, ndoshta i kemi pamjet me dronë ndërkohë që flet Plogerti. Jo, thelbi është ky që protesta e fundit, pra protesta para kësaj, ishte një protestë e mirë. Dhe duke që kishte sy për një vazhdim dhe për një revansh i cili mund të konsistonte në një rritje të pjesëmarrjes dhe pse jo dhe të agresivitetit dhe të përplasjes saj me policinë e shtetit. Ajo që pam sot në fakt ishte e kundërta dhe unë nuk e prisja këtë nga organizatorët, ishte pjesëmarrje ndoshta më ulët se herës shkuar dhe një demoralizim i protestuesve. Pra, hera e fundit për mua ishte motivi dhe një shkëndi që këtë radhë kishim bënim me hapin tjetër që kilometrit bëshe 500 metra, për shembull, dhe pam që sot kilometri u zgjat. Pra në qoftë se kilometri deri dje kishte 1000 metra, sot ai mund të ketë 2, mund të ketë 3. Dhe këto janë pamjet me dron nga ekipi i Flight Team, që janë pamje ekskluzive, ja vetëm tona, në një televizion tjetër i merr borxh nga policia. Ju jeni shkaktarët që ta... Po, e kemi, shikoj pamjet deri në fund. Lutem regjia nëse mundeni plan të madh të dronit. Këto janë pamjet deri në fund, Ergus. Jo them sa ka nga pjesa tjetër, se mund të jetë akoma këthe nga... Jo, po aty është tribuna. Mbaron te Westi. Mbaron te Westi. Kaq është protesta. Ka përshtypjen që mund të shkojë deri Hotel Dajtit, pak besoj. Jo, po nuk kemë më të rrallë. Skalon dot lanën nuk. Jo, Unaza vazhdonte punë. Po ideja është kjo, komentet bëjeni vetë, po kjo është pjesëmarrja sot me vlerësimin tim, me ajsa e vlerësoj unë, është më pak se është më pak. Shumë më pak. Megjithatë thoja unë e kam thënë gjithmonë që kjo ideja që duhet kemi 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 700.000. Puna është një protest bëhet edhe nga 1.000 veta, mjafton të ketë motivin e duhur. Kur e bën një parti politike, patjetër është shumë e rëndësishme numri. Është shumë i rëndësishëm numri, por një parti politike nuk bën protestat të tilla. Një parti politike bën manifestime në demokraci. Manifeston fuqinë e vet. Prandaj duhen shumë njerëz në pjesëmarrje. Manifeston
idetë e veta, që mund jenë të fuqishme, pa të fuqishme sa dhe pjesëmarrja ose mirë është që idetë shoqërojnë me një pjesëmarrje shumë të lartë. Dhe manifeston pastaj mesazhet që jep. Kurse sot çfarë manifestoi aty? Aty pjesëmarrje të lartë nuk pati. Dhe Florgert mos u çuditë, di pse nuk ka shumë njerëz, nuk ka fajin organizimi. Kanë bërë maksimumi bile në planin organizativ, ata që i quajnë si struktura drejtuese të PD-s, kanë shpërndar më mirë këtë herë se herën e parë. Më fal. Por kaq është Partia Demokratike, është zhbjerë, ndonjëherë hajde dhe disa që janë e kanë me pishman, frymëzojnë, motivojnë për ndonjë gjë se thonë dhe ja dhe këtë radhë do ndodhi diçka, dhe pastaj shkojnë në shtëpi kur i shikojnë që nuk do ta zgjidhë. Sa për saktësi ky është momenti ku ka folur zoti Berisha. Pra ky është ka mundësi për çfarë duhet dalin atje Florgert, për çfarë duhet dalin? Për çfarë duhet dalin, ajo që unë po them, ata e kanë kuptuar ajo që unë po them miku im është kjo, që protesta e fundit u duk sikur ishte një revansh dhe një hap për... Po, ishte më ndryshe se të tjerat. Zakonisht ndodhe kundërta, Beko. Pra, asgjë nuk ka ndryshuar dhe duhet ndodhte e kundërta. Ata duhet vinin me disa tjerë nga mbrapa. Në qoftë se do të t'jap mendimin tim, mendimi im është ky. Demokratët, dhe këtë e kanë thënë dhe demokratët vetë në për Vox Pop e pa fund, janë të zhgënjur nga Partia Demokratike dhe nga kryetari dhe nga leadershipi, sepse ata, miku im, prej kohësh duan të rinë aty, ndërsa sot vjen dhe ndodh, erdhëm, pam, pim cigare, ikëm. Dhe kjo lloj historie që i mbledh doktori aty për treguar që është ai në krye të opozitës dhe pastaj thot shkoni nga keni ardhur, nga Gjirokastra në Dibër, për ata është një tallje dhe kam lexuar sot pafund se nuk dua të t'i nxjerr, edhe mund t'i nxjerr, njerëz që thonin sot është hera e fundit. Mirë, ka shumë njerëz që thonë është hera e fundit, por... Jo, një sekond, ato e kanë thënë kontekst tjetër nga zoti Berisha. Jo, Berisha jo, militant. Kjo është hera e fundit që... Po nuk ndetëm, e thoshte ai, në qoftë se nuk qëndrojmë aty, na ktheni sërish në shtëpi, sot është hera e fundit që unë vi. Dhe kjo rrudhje ka vetëm këtë shpjegim. Ata janë të braktisur. Prandaj pyetjen për çfarë të vinë. I sjell, tallën dhe nga ana tjetër del që njerëz që janë në Partinë Demokratike punojnë me qeverinë Rama. Marrin punë me qeverinë Rama. Ju e dëgjuat vetë mënyrën se si u shpreh Sali Berisha kur u pyet për pse nuk i mbështesni protestuesit e Mjollit. Ai u përtyp aty, u gëlltit dhe nuk tha do ta zgjë, sepse është konflikt interesi. Ashtu siç nuk tha do ta si fjalë për protestuesit e bankers. Asnjë fjalë. Kanë ditë ata që protestojnë, nuk kanë marrë pagat dhe nuk thonë do ta si fjalë. As për nglidhjen e çmimit biletës për Kamzën. Dhe shumë për Kamzën ja tanë foltorë. Ja tanë foltorë. Ja tanë foltorë. Dhe shumë vyt tek përgjigjja për Kamzën. E ka në Kamës te autobusët po jap një lajm. Sipas burimeve që un kam, ai ose ajo që ka fituar atë linjën e transportit ose involvuar në këtë histori që kanë votuar dy palët, është një nga anëtarët e familjes Berisha. Po s'ka. Si drejt për drejt. Se jeni kaq pa shpirt, ju jeni gazetar, ti bjerin besës tani. Ju jeni gazetar, edhe investigime keni bërë, shikoni. Po ta them, sapo ta thash. Futuni pak, sondoni pak më thellë tek çështja e Mjollit. Shikoni nuk vilet kundër mbesës. Përveç biznesit të madh, biznesmenit të madh që i ka dalë emri aty, shikoni pak kush është me ta. Kush është me të? Kush e mbështet dhe kush është me të dhe atje kanë dhe emrin aty. Fije do të çojnë, din këta si investigojnë. Fije do të çojnë pikërisht tek ai person që gëlltitej, që i zi fryman, që nuk flisë dot. Ergysh, një protest e ta drejt Bego, një parti politike bën një manifestim. Dhe në manifestim temi shpall qëndrimin e vet. Protestat me Molotov zakonisht i bëjnë shtresa të prekura nga një problem që mund të jetë krijuar me një mosmarrëveshje që kanë me qeveritë. Parisi digjet. Asnjë digjet. U doq Torino, Milano 2-3 ditë parë. Formacione politike i bëjmë, po anarshiste. Ndihmojmë thjesht atë idenë. Po dhe ndoshta pse jo, vetëm ke ndihmuar mua. Ta mbaroj. Se pranon ndihmën. Jo, nuk e pranon, vetëm ndihmoj ai. Unë kam për detyrë t'ju ndihmoj juve për këtë paguar. Ideja është do të thoya këtë që një protest me Molotov
ndodh në gjithë botën perëndimore, sepse janë grupet e interesuar që selin në mënyrë ekstreme, pra traktoristët e gjithë Europës. Kamionistët bllokuan tani gjithë kufit.